Mazhoranca socialiste ka vendosur të japë edhe një mundësi Partisë Demokratike për të bërë pjesë e reformës territoriale. Konferenca e kryetarëve diskutoi sot rreth kërkesës së socialistëve për të ndryshuar përbërjen e Komisionit të Reformës Territoriale. PS kërkon që në komision të shtohet një antar dhe në total reforma territoriale të ketë 17 antar, 9 nga mazhoranca dhe 8 nga opozita. Socialistët argumentuan se ky ndryshim zhbllokon reformën pasi PD ka bojkotuar komisionin duke pamundësuar zhvillimin e mbledhjeve, por kryetari i grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi ka deklaruar se opozita nuk ka bojkotuar dhe mungesa në 2 mbledhjet lidhet me arsye të tjera. Bardhi ka këmbëngulur për një proces konsensual. Ndërkohë, homologu socialist Auland Balla ka deklaruar se Komisioni i Reformës Territoriale do të mblidhet edhe një herë të hënën. Nëse demokratët mungojnë sërish, atëherë përbërja e komisionit do të ndryshojë. Komisioni i Reformës Territoriale, njësoj si ai i reformës zgjedhore, u ngrit nga parlamenti duke garantuar barazi të antarëve mes partive socialiste dhe opozitës. Por demokratët, pas zgjedhjes së Endri Shabanit në postin e avokatit të popullit, i kanë bojkotuar reformat. Për shkak të kësaj situate, PS ka paralajmëruar se do të vazhdojë punën e vetme dhe pa pjesëmarrjen e PD.